ka shumë arsye kur them jemi në një kyç kritik ku ndodhemi sot. Një për arsye që jeni para zgjedhjeve të sërishme dhe e dyta kur kemi folur për procesin e zgjerimit sot nga një perspektivë më e gjerë, çfarë po shohim do thotë në përzgjerim është një avancim dhe për herë të parë do thotë pas zgjerimit të fundit në 2013 me anëtarësimin e Kroacisë dhe perspektive të qarta që viteve tjetër në vijim të kemi edhe anëtarësi të reja dhe këto procese janë shtyrë përpara do thotë dhe janë shtyrë shpeshherë për shkak të sigurisë dhe kemi diskutuar rolin e Kosovës në këtë nuk mund të ketë do thotë pa siguri në Kosovë pa Kosovën. Kosova është pjesë integrale e një perspektive më gjerë pse zgjerimi sot është shumë më shumë se sa një zgjerim sepse do thotë duhet është detyrë e përbashkët do thotë përmes bashkëpunimit rajonal për që të kontribuojmë në stabilitet dhe përmes integrimit në veri.